Sot jam nisë për rubik tek shkolla profesionale. Për të bërë një promocion në shkolla profesionale që të shkojnë sa më shumë në zonë, se fundit duhet të rigjarrohej shkolla. Por jam hyrje të rubikut. Jemi këtu te Infokulla. Pra është pjesa veriore e rubikut. Edhe jam me këtë mjetin këtu, nuk po i them për jo vetëm ky që drejton automjetin, po dhe tjerë kanë ankesa tash sa vite për hyrjen veriore këtu në rubik. Se çfarë ndodhën? Tu është hyrja është skandaloze. Edhe futet ndonjëherë edhe kështu në kundravajtje që rrezikon edhe njerëzit, por nga ana tjetër marrin gjoba. Kush e di sa gjoba janë marrë këtë vendin këtu, është afër Infokullës, ja ecim edhe pak. Ja. Ja si është lumi makinave tani këtu. Dhe nuk hyn dot. Kështu që do të shkojnë deri tek guri i kishës me u kthy me hyrë në qytet, edhe për të marrë njerëzit. Pa ka autobusat, edhe këto fugonat e tjerë, mjetet e transportit publik që marrin edhe për Lezhë, edhe për Laqë, edhe për Durrës, edhe për Tiranë, detyrohen me bën gjithmonë këtë gjë. Dhe kur e bëjnë kundravajtje, hanë dhe gjoba, u heqin dhe patentat. Ndërkohë që çado 50 metër rrugë nuk ka më tepër për ta bërë këtu nga ana tjetër. Do ta shikoj të t'ja u sjell në detaj atë. Edhe kanë bërë dhe protestë disa herë. Nga ana tjetër do të themi gjë tjetër, sepse këtë person vetëm Mirdita, një qytet. Jetë nuk po flasim për fshatra, rruga e Komit, kur është bërë, ka detyrim për të bërë rrugën e dytë. Dhe në fakt po ta shohësh në pjesën e Kuksit, të gjithë fshatrat atje janë të lidhur me dalje, me hyrje dhe me dalje. Ndërsa këtu qyteti i Rubikut pikërisht në veri, siç është Prizreni. Prizreni ka hyrjen dhe daljen në pjesën veriore, Prizreni verior, po ashtu është edhe në pjesën jugore. Pra në dy vende, edhe Rubiku kaq gjatë duhet për ta bërë diçka që është kaq shumë e thjeshtë. Tani këtu ndala unë dhe po bëjnë kam rrugën për t'i ra dhe për shku në Rubik. Dhe këtu është autostrada, dhe kjo është Rubiku atje, pra pjesa veriore. Ja. Ja si vjen lumi i makinave, lart e poshtë, edhe të shihni vendin aty ku mund aksidentohesh, domethënë. Për pak metra katror që nuk është bërë ajo rrugë. Ndërkohë që rruga, ja ku është rruga poshtë, që mund vije fare mirë këtu. Doj punë minimale. Ja si vje lumi i makinave. Ja mendoj tani këto trale që vinë, ja, shive, ja, makinat, edhe futet atje kundravajtje. Se futen prej hallit. Nuk është normale, po futen prej hallit. Dhe pisha halli ku është? Halli është tu, se nuk bëhet kjo rruga këtu. Ja. Si që thash pra kjo. Ka që thjesht është kjo. E ja ku vjen kjo rruga këtu. Ja, është ka që thjesht. Ja, inshallah nuk po hynoj makinë tani atje sepse do i bajdam unë. Po ja si kaloj, ja. Ja imagjinoj tani të futesh kundravajtje atje, ja. Ja mendoj të futesh kundravajtje atje. Kur ke mundësi me ardhë në Zotit te. Po t'ishte e ba me kjo këtu, ja këtu mund t'ishte hap. Edhe ishte gja e zgjidhur. Tani këtu është dalja në veriun e Rubikut. Si që u thash dhe aty në autobus, kjo është normale, si që po kalon kjo makina tani këtej, është krejt normale. Por futja këtej, detyrohen me hy në veri të Rubik, pra me hy këtu. Paraqet rrezikshmëri. Rrezikshmëri të jashtëzakonshme. Me fakt kanë vdek 4 vetë. Sa? 4 vetë. Fali këto 4. Kanë vdek 4 vetë këtu. Familje kosovare e të mërshme. Shivi tani ja urdhëroj, ja, kjo për shkak autobusi, shi. Nuk është i Mirditës, ja shivi edhe ky. Tani Qarkullimi është i jashtëzakonshëm. Shivi sa makina ka, pra mendoj tani
një makinë, një fugon ose autobusi që isha unë, që u detyrova me shku deri atje poshtë për me hyrë në Rubik. Imagjinoje ai autobusi të futet këtu dhe të pritet nga ky lum makina, thotë për nga tip trali, si trali që po kalon këtu. Ja, të pritet. Pra, dhe për çfarë është kjo? Nuk bëhet tash sa vite, kanë bërtit njerëzit, kanë bërë dhe protesta atje dhe nuk bëhet kjo rrugë, po lihet edhe që mund të ketë aksidente të tjera për fatin e keq. E dyta, nuk i shërbehet një qyteti, nuk mund të izolohet një qytet ti thush, do hysh vetëm atje ke pjesa jugore e tij. Por siç e përmenda pra dhe Prizreni, edhe qytetet tjera kanë hyrje edhe në fillim të qytetit, edhe në dalje. Se s'po themi për fshatrat, nuk po themi për fshatrat që në fund rrugët e dyta kur ban autostrada janë detyrim kushtetues. Edhe sidomos ne duam të hyjmë në Komitetin Evropian, nuk ka rrugë në Europë që mos ketë rrugë dyta. Dhe nuk po vendohet, nuk ka qytet ku në botë që ti thush dhe ta bllokosh hyrjen andej dhe ti thush që du të hysh atje pas se prej këtu atje janë 3 kilometra. Ma pra shumë. du të jesh 3 kilometra mos ma tepër, edhe të vishë të dalësh kryq qytetit, e pastaj sa njerëz kanë me këtë vend, se një autobus që shërben për Tiranë ose për Durrës, unë i kam pa me 3-4 veta më. Edhe sot që isha në atë autobusin, unë ishin 3 veta gjithësit. Tani nuk hyn edhe në Rubik, jo, se nuk ja levërdisht që të hyje më në Rubik. Pra u izolu. Atëherë domethënë është një izolim total. Ja. Ka njerëz që duan të kryejnë shërbim këtu, marrin job të ashpër, edhe madje ju hiqet e patenta, pra duke hyrë këtu. Po pse du të ndodh kjo, se s'ka nevojë mu hesh as patenta as gjë, në mënyrë që në atë moment që kalon, siç është dalja ne, çfarë do këtu? Me hap tek këtu, me hap si mas standardeve normale, edhe shihni se sa metra ka. Ja të ecim. 100 metra maksimale. ecim kam. Po, ecim. Tani këtu shihni paradoksin. Është 30 metra. Ja, shi. Ka ku rruga, një fadrom do. Po. Po edhe të pasfaltu fare. Me hek këto, me i dhënë drejtën me banë dhe pasfaltu fare, njerëzit kalojnë këtu. Makinat kalojnë këtu, ja shi jeta ta ndjekin. Pra drejt këtu është rruga e marume. Ja. Pra dalja është e gatshme. Është menduri ore. Të paguhet ky budallok me brina që bëhet, të paguhet me 4 jetë njerëzore aty. Me 4 Për jetë fat të njerëzore. keq kanë qenë familje kosovare, Po. një foristradë e tipit funit është aksidentuar me një autobus. Me autobus. Nuk janë njoft makinat as autobusi as ajo. Po, vështis. Pra, imagjinoj ha, Po. për këtë budallok duhet ta paguajnë njerëzit, a e kupton çfarë ndodhet? Pra, mirë vdekjen po, gjoba po, ku di, ja, shi. Po rruga e bëme, funksionale. Ja, shi. Pra, gjithsej është 50 metra. Ala si metra ma te, edhe dojnë direkt aty. Nga këtu, rotondo ma thjesht në botë që mund t'jetë këtu, kjo mund t'jetë. Ma thjesht, kjo nuk ka vetëm dëshirë. Apelin. Belinda Ballugu. Zoja Ministër. Po të lutëm, në emër tyre njerëzve, në emër të vdekjes që kanë ndodhur, në emër të asaj që mund ndodhë etj me radhë aty. Sepse njerëzit do hyjnë tinzash, është e pamundur. Siç kaloi njëri. Në kohën që unë isha aty, kanë kaluar 6-7 makina. Që domethënë është marri me kalu në atë lum makinash të kalosh aty. Tani zoja Ministër për 50 metra, a ka mundësi me i thënë autoritetit rrugor të vinë ta bëjnë projektin sa më shpejt këtu, sa më shpejt. Dhe Rubiku të shqirohet, nuk ka nevojë, unë e quaj prangosje më. Prangosje e një qyteti. Nuk i jep mundësinë transportit publik që të ecim në mënyrë normale për të kaluar këtu. Edhe vime lidhën e lidhemi ke rruga, ja ka rruga këtu. Gjergji, do ta shtoj një fjalë dhe unë në apelin tënd, sepse nuk jam njëri pa njohur për ju, unë kam thënë me mjetet e mia, unë jam gati ta bëj. Ja. Me ndihmoni dhe mos me gjobisni. Unë me mjetet e mia kryj këtë punë për një natë. Për një natë. Për 24 orë. Domethënë mos i kaloj 12 natës kur dali drejt ashtë e marume. Ka maru. Po. Okej. Kjo lidhja normale.
pjesa makinave që vinë nga Rubiku, vinë e hynë Përdorin në kalimin? në talimin. Ata që vinë ande për të hyrë për Rubik dhe i shërbehet qytetit, i shërbehet njerëzve dhe zhduken aksidentet dhe zhduket dhe frika dhe ankthi që kanë ata njerëz unë e di me çfarë Kalimtarët, po? me çfarë ankthi ata futen atje, me çfarë ankthi futen pra. Më shumë rreziq është. Uroj që kjo video që po bëj këtu të mos bjerë në vesh shurdhën siç kanë ra protesta e ku di njëra tjetër. Edhe i herë zonja ministër, të lutem, shikoje Rubikun me përparësi. Është qytet, është qytet. Është qytet. Siç ndodh në qytete tjera, mjafton merr Kosovën, e ke edhe në veri, edhe në jug, çdo qytet që është afër Bri, rrugës Kombit, autostradës që lidhet me Prishtinën, janë të lidhura qytetet. S'po kërkon gjëja më minimale. Dhe siç e tha dhe Pali, me fadron e Pali, dje Pali e bën i japim naftën, po jap nun ca naftë. Edhe vetë qytetarët i japin naftë, ta bëjmë. Unë kam thënë e sponsorizoj. Po ka mundësi tani ne po themi në mënyrë simbolike, Po. normal që ka mundësi të bëhet një hyrje dinjitoze me të gjithë parametrat e sinjalistikës dhe të sigurisë. Tu, nga Rubiku, cepi verior i tij.